e vlerësojnë në Gjerman shumë. Ndjenjë thujnë si kur marrë në shpe. Jam e vetmja për momentin që unë e kom pas guximin me vazhdu me kuzhinë indiane. Rrugtimi jam kështu ka fillu, me 3 vjetë kam ardhur këtu në Gjermani, kam kry shkollë në Gjermani dhe kam fillu shumë eri, me moshën 14 vjetë me punu në këtë restoranin. Diri tash, që 25 vite punon edhe mami këtu. Pri janarit ja kum fillu vetë. Para 6 vite na ka vdek shefi, tani e ka pas marrë gruaja shefit, edhe ma ka dhënë mu restoranin. Pa dëshirë, tha, ty ta besoj, edhe e provova. Ky restoran ekziston që 40 vjetë. Kur ja kum fillu shumë eri, edhe çdo vjetë kum thonë, hajtë edhe një vjetë, edhe u bënën shumë vjetë. Po kum punu edhe ndërku kum punu me këtë ice cafe këtu nga që e kena, edhe atje kum punu 9 vite, 2 atë i kum punu një kohë. Këtu është një restoran shumë i veçantë. Dyqysh indian është pak probleme për shkrua më tepër i veçantë, i kena edhe mishterinë shumë të rregull që na vinë, që e dojnë këtë restoran, edhe qashtu më kanë dhënë edhe motivacionin edhe mishteria të rregull për me fillu në restoranit. Menaxhimin ka dashur me marrë edhe djali i shefit, e ka pas provu një 8 muaj, po nuk i ka shku mirë. Tani ka dashur edhe e ka pas një mes pri Indie, po aja ka pas pak probleme me viza, nuk ka mujt shumë shpejt me marrë vizën, edhe kështu kjo shefica nuk muj kemi adhon asajna. Theke masi ti që 25 vite punon këtu, edhe ka po suksesin e tem me mishteri që shumë dojnë, që shi kum pas shef njerëzit, edhe ka thonë, ma qefta do ty me zemër. Për krajë janë e kum pas non-stop të familjes, po dhe të burrit. Do me thonë edhe presja kum fillu për janarit, edhe burrit punon gastronomi, po ndërko si ta krym punën e vetë, në ndihmon edhe mua. I kam 3 fëmijë, 2 djemë të mëdhej, a i vogli ka 6 vite. I madhe ka rrugtimin e vetë, s'po kam qef mi përzi në biznes temin, i dyti hala shka në shkollë, 2 herë njoftë ndihmon, po nuk po kam qef. Unë me burrin, sot mujna. Po kam pak vështirë për arsye gastronomia të lidh pak. Kur t'jesh me familje është pak vështirë, po motivacionin e kum pas për mishterive krejtve. Edhe e kum dasht këtë punë. Me shumë qef e kum punu edhe shumë e kum dasht. Edhe dashnin e mishterive kur të shoh që kanë qef kur të më shohin, kanë qef që të vinë, janë shumë të kënaqur e kanë atë ndjenjë thujnë si kur marrë në shpe. E kjo tani ma ka dhënë forcën për me marrë këtë restoran. Te na dallën shumë se na i mikpresmi njerëzit, çfarë do janë Gjermana, çka të janë, i mikpresmi si kur na që i mikpresmi të shtëpia mysafirët. E kjo edhe ju e vlerësojnë në Gjerman shumë këtë mikpritje, se shumica restorana normal i mikpresin mirë, po shkojnë vinë ditën e mirë. Na jena ma ndryshe. Këtë shumë indian e bojnë ma interesant këto erzat, që na nuk i njofmi, edhe shumica që nuk i njofin, i kanë shumë shëndetshme. Po kam shqiptarë, sidomos i kena kongreset në shtator, në tetor, ka plot shqiptarë që vinë me kongreset që janë edhe shqiptarë, po kam edhe klienta që vinë edhe privat nga Zvicra, nga plot shtete, Stuttgart vinë pri Kamosit, special për këtë shim. Restorani jonë e ka emrin Namaska, gjendet mes qytetit, në Baden-Baden, shtrasja është Kreuzstrasse 1, direkt në qytet. O kanë knatësi është e vetmja unë shqiptare që e menaxhoj një internacionali krejt tjetër sen. Se ka shqiptarë që i menaxhojnë restoranat kafe, ose kuzhina italiane, ose kuzhina shqiptare. Po menoj që jam e vetmja për momentin që unë e kom pas guximin me vazhdu me kuzhinë indiane. Grave ju kësha thonë që çdo gru le ta merr forcën, le ta provon, që çdo femën mundet m'ia dalë, çdo femën.